persekuptimet, maltretimet, diskriminimi i muslimanëve në Mekë, çfarë persekuptime kanë pasur? Që do 13 vite në Mekë, ka një vjet dy, janë 13 vjet që nga dita e parë kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të thret popullin Mekeli, Mekas, që të adhurojnë Allahun një. Ai u refuzua si thirrje. Pse? Sepse ata ishin mësuar që të adhurojnë idhujt. Realisht në Mekë, në Qabën e asaj kohe, ishin 365 idhuj. Për çdo ditë adhuroheshte një idhull, i gdhendur nga guri apo druri. Dhe ata kishin Zot përveç Allahut Madhëshëm. Realisht atë e përdonin si një lloj ndërmjetësimi mes tyre dhe Zotit. Ata pas mushrikët kanë besu Zotin? Po, ata kanë besu ekzistimin e Allahut, mirë po nuk e kanë adhuruar atë. Edhe kjo është ajo që sot e kësaj dite na e themi vazhdimisht se janë dy nivelet besimit. Besimi se Zoti ekziston dhe besimi se vetëm ai adhurim meriton. Sot shumë njerëz ka që besojnë se ekziston Zoti. Ama ata nuk besojnë se është i vetmi që meriton adhurim. Pra armiqtë e profetit Muhammed nuk kanë qenë ateista. Po, kanë qenë politeista. Andaj domethënë kjo është ajo çështje se ateizmi ka qenë në disa prej profetëve më hershëm, por po këtë rast kemi të bëjmë me politeista, adhurues të shumë zotrave. Se shumica e showbizit i shohin nëpër intervista thonë unë besoj shumë në Zot. Mirë është me besu në Zot, pa adhuron Zotin. Po. E tani kjo është ai problemi që nuk kanë ndesh me kuptu arabët në atë kohë, edhe nuk dojnë me kuptu shumë njerëzit sot. Andaj të jesh agnostik, të jesh teist, deist, nuk mjafton. Po duhet të jesh adhurues e atij Zotit. Që i bie agjerim namaz. Po. E para ka të bënë madhurimet e zemrës. Po. E para ka me madhurimin e tij dhe gjithë asaj që vjen prej tij. E dyta ka me dashuri absolute ndaj tij, që atë ta duash më shumë se çdo gjë. E treta ka nga frikë respekti ndaj tij, që frika dhe respekti yt jetë ndaj tij absolute, pastaj ndaj tjerëve. Janë këto komponente që fillojnë në zemrën tënde. Nëse ty të mungon adhurimi, nëse ty të mungon dashuria e plotë ndaj Zotit, madhërimi i plotë ndaj tij, frikë respekti i plotë ndaj tij, shpresa tek ai, atëherë ti nuk, domthonë besimi jot është sipërfaqësor. Edhe është i padobishëm dhe i pamjaftueshëm për me të shpëtuar ti karshi Allahut Madhërisëm. Dhe për këtë shkak mushrikët e Mekës kishin besimin në Zot se ekziston, po adhurimet ja dedikoshin këtyre, domethënë idhujve, dhe ata mendonin atko se nëpërmes këtyre idhujve, zotrave të vegjël, mund t'i afrohen Zotit të madh. Ata besonin se Zoti i vetmi është ai që është në qiell, po këto në tokë i kanë për përditshmëritë e tyre. Është besim i gabuar edhe që edhe sot është i ngjashëm, njerëzit për shembull besojnë Zotin, ama secili ka një Zot të vogël të vetën që adhuron, domethënë. Dikush famën, dikush parën, dikush pushtetin, dikush do thotë epshet e tij e kështu me radhë. Edhe andaj ai është më tepër është politik se sa është besimtari i vërtet. Pra që e besoj Zotin nuk mjafton. E besoj Zotin që ekziston, po pastaj të vetmi Zot që ekziston unë adhuroj. Atëherë je besimtari i mirëfillt, e normalisht mundesh ti me pas mangësi, shembull mos me mujt mi përmbush të gjitha obligimet fetare, edhe je gjunaqar, mirë po ngelesh besimtar. Besimtar me plot kuptimin e fjalës, jo besimtar kuptimin e njerëzve që thotë unë e besoj Zotin, se Zoti kërkon përkushtim, Zoti kërkon adhurim, Zoti kërkon nënshtrim, Zoti kërkon dashuri, Zoti kërkon frikë respekt ndaj tij. Nëse si këto komponente, atëherë besimi jot është i cekat. Edhe tani, momenti që ballafaqohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thirrjen e tij monoteiste, me këtë popull i cili e kishte politeizmin në palc e para, dhe dyta e përdorte politeizmin për dominancë, edhe politike, edhe ekonomike në rajon, ishte thirrje që duhet të kundërshtohet me çdo kusht. Edhe andaj të gjithë ata që pranojnë Islamin maltretoheshin, rriheshin, burgoseshin, vriteshin, edhe jo rastisht kur filloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thirrjen islame, u detyru që në 3 vitet e para ta bën ilegale, sepse është problem nëse do thotë vazhdon me thirr në Islam, realisht faktikisht nuk njerëzit do ta kundërshtojnë thirrjen e tij edhe nuk do e pranojnë atë, edhe ky në anën tjetër domthonë nëse vazhdon me thirrjen e tij, ata kanë me pranu kam ju prish kontrolli edhe dominanca që ka paria mekase në Mekë. Dhe për këtë shkak ata vendosën 3 vitet e para me bë në ilegalitet, që me shtu numrin e besimtarëve dhe pastaj me vazhdu me publikimin e fesë islame. Mas i kalon në publicitet,
domethënë faktikisht në publikimin e thirrjes islame përsëri pat tortura, maltretime, pat bojkot ekonomik. Do thotë torturat, persekutimet, vrasjet ishin të natyrave të ndryshme. Edhe politike, edhe ekonomike, edhe fizike, u vra Ammari ibn Yasirit, u vra Sumeja e Yasirit, u vran besimtarët e parë. U rreste Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu në atë kohë, hudheshin beturina mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, donin ta vrisnin atë, po zguxonin se mund të bëjë skandal shumë i madh. Edhe andaj ata e vendosën me praktikë Mekën e me shkuën në Medinë. Faktikisht ishte një grumbull i madh i torturave, maltretimeve, persekutimeve, dëmtimeve, vrasjeve që i bënin ndaj besimtarëve, vetëm se ata besonin Allahun një, dhe në ato momente ata nuk u impononin besimin e tyre se s'kishin as fuqi, po vetëm se va ofronin besimin monoteist, atyre u pengonte. Edhe Bilali, për shembull, radiallahu anhu, i cili ishte sklav në atë kohë, se ishte afrikan, ishte zezak, i sjellur nga Afrika, për të shërbyer familje të ndryshme në Mekë, momentin që ai pranoi besimin islam, ata e morën edhe maltretuan. Edhe e dini, edhe e keni po, atë do thotë e zhvishnin lakureq, edhe nxjerrnin shkretir në pikën më të madhe të nxehtit dhe i vendonin gur mbi barkun e tij. Dhe i thonin, ose kemi lënë islamin, ose na kena me të mbyt me këtë gur që ta vendosim mbi kokën tonë, mbi trupin tanë, në këtë temperaturë kaq të lartë. Ai vazhdonte me rezistu, edhe nuk e pranonte ofertën e tyre që ai të shmanget nga besimi monoteist, e të beson besimin politeist, megjithëse i rrezikoi jeta, ai vazhdonte me thonë ehadun, ehad. Allahu është një, Allahu është një, tjetër nuk ka. Edhe sakrifica e Bilalit ka mbetur në historinë islame si shembull, edhe Ammarit, edhe Sumejes, si shembujt e sakrificave të parë që kanë dhënë muslimanët për ta mbrojtur besimin e tyre. Shifne, muslimanët nuk i provokonin, muslimanët nuk i ndërhynin atyre. Muslimanët vetëm gjë që bënin ishte e thirrnin çdo njeri që jetonte në Mekë dhe rrethin të beson Allahun një. Ata e kundërshtonin me çdo kusht. Edhe këto tortura që ja bënin i tharëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i detyruan ata që fillimisht të emigrojnë për në Etiopi, emigrimi i parë, pastaj emigrimi i dytë, derisa vjen vendimi për të emigruar për në Medinë, dhe normalisht tani irritimi i Paris me kase rritet botë më i madh, se kur vinë në Medinë, ata fillojnë të gjejnë truall të përshtatshëm, fillojnë të zgjerohet Islami, jo vetëm në Medinë, po edhe në rrethin. Edhe ata fillojnë me parapasje, nëse na heshtim ose rrim duar kryq, Islami do përhapet shpejt, do bëhet i fuqishëm, do kemi na pasaj të pamundshme me e ndal hovin e Islamit, me u ballafaqu me te ose me e kundërshtuar atë. Dhe për këtë arsye ndodhi domthonë edhe betejë e Bedrit, pra ishte një torturë sistematike, një maltretim sistematik, një persekutim sistematik që e bëshe paria me kase kundër çdo muslimani, edhe kundër Islamit përgjithësi, që u desht me ardhur te ballafaqimi i parë mes muslimanëve dhe idhujtarëve në betejën e Bedrit.